E veshur si një nuse e Kosovës, Egli Tako pozon me kostum tradicional shqiptar. Këngëtarja e njohur shqiptare Egli Tako ka ndarë me ndjekësit e saj një pamje magjepsëse nga prapaskenat e projektit më të fundit muzikor, duke rritur ndjeshëm pritshmëritë për publikimin e radhës. Në një postim të publikuar në Instagram, Egli shfaqet e veshur me një kostum tradicional mbreslënës, të punuar me detaje të arta mbi kadife të kuqe, që jo vetëm reflekton trashëgiminë kulturore shqiptare, por edhe thekson elegancën dhe bukurinë e saj karakteristike. Me mbishkrimin, pak behin the scenes derisa të dalin këngët në seer. Egli paralajmëroi se projekti i ri do të publikohet ditën e nesërme, duke shtuar entuziazmin tek fansa. Me këtë projekt, Egli Tako dëshmon edhe një herë se është një nga artistet më interesante dhe vizualisht të sofistikuara të muzikës shqiptare. Projekti titullohet Shuj Shuj KS dhe vjen në bashkëpunim me dy artistë të njohur të skenës shqiptare, Fifi dhe Mergim Ta. Ky treshe i papritur ka ngjallur kureshtje dhe reagime pozitive në rrjetet sociale, ndërsa fansat mezi presin të dëgjojnë rezultatin final. Pamja tradicionale e Eglit në klip ka tërhequr vëmendje të madhe, duke marrë komente të shumta pozitive nga ndjekësit, të cilët e kanë përgëzuar për stilin, qëndrimin dhe ruajtjen e elementeve të trashëgimisë kulturore në një kontekst modern. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.